Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Hemoroidet janë zgjerimi i venave të lokalizuara në fund të zorrës së trashë. Në varësi të lokalizimit, ato klasifikohen në të brendshme dhe të jashtme. Hemoroidet e brendshme bëhen të dukshme vetëm kur ato dalin jashtë anusit gjatë defektimit, ndërsa hemoroidet e jashtme mund të konstatohen që në fillim nga vetë pacienti, pasi janë të palpueshme me dorë dhe të dukshme. Hemoroidet mund të jasim në çdo moshë, por më të shpeshtë janë pas dekadës së 4 të jetës. Preken si meshkujt, po ashtu edhe fermat, por me një shpeshtësi më të madhe tek to të fundit. Shkaktarët kryesor janë dieta e varfër me fibra, kapsllëku, diarea zgjatur, obeziteti, shtatzania, qëndrimi i ulur gjatë në tualet, sforcimi gjatë defektimit si dhe historia familjare. Pra hemoroidet do të jetë tema e këtij emisioni, për çka do të bisedojmë me Dr. Fejz Hotin, gastroenterolog. Dr. Fejz Hoti, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Përshëndetje për ju dhe për gjithë dëgjuesit tuaj. Dëgjuat temën që kemi përzgjedhur, ndoshta për fillim është me interes për dëgjuesit që t'i themi disa fjalë për hemoroide. Çfarë janë hemoroidet nëse? Fillimisht duhet të sqaroj termin hemoroid. Hemoroidi është një term normal anatomik. Hemoroidet janë patologji vetëm atëherë kur bëhet inflamimi i në gjakut dhe në dule. Po, hemoroidet janë një informacion fillimisht me sqaruar që është një informacion anatomik, të cilët lokalizohen në fund të traktit digestiv. Janë informacione të cilat përbëhen nga endë gjakut, siç janë arterjet, vena dhe fije nervore dhe endë lidhor. Pra termi hemoroid është nocion anatomik, por fjala sëmundje hemoroide është patologji e cila duhet trajtuar. Funksioni i hemoroide është me rujt konsistencën, që do të thotë mbajtjen e gazrave në sistemin gastrointestinal dhe feqen. Cilët janë faktorët e rrezikut që shkaktojnë paraqitjen e hemoroideve? Shkaktori kryesor është konstipacioni, është obeziteti, janë shtatzania, po edhe diarea ndikon në shfaqjen e hemoroide. Përdorimi i medikamenteve, për shembull, të pacientët që kanë terapi kronike, kardiologjike, pacientët të cilët marrin analgetik shumë, siç janë ibuprofeni, analgetik në sajt, kanë efekt në shfaqjen e hemoroideve, si efekt anësor i këtyre medikamenteve. Pacientët të cilët marrin barna, për shembull, siç janë antireumatizmal, pacientë që të marrin barna antipsikotik, edhe ata shfaqin, domethënë si efekt anësor i këtyre medikamenteve e shfaqin hemoroidet. Obeziteti ndikon pacientët që janë smund kronik me diare, është shtatzania, ndikojnë edhe profesionet siç është për shembull shoferët ose pacientët qëndrimi i ulur, ose për personat të cilët janë të lidhur për karrike me profesion. Doktor, është ditur se kemi 2 lloje kryesore të hemoroideve. Janë hemoroidet e brendshme dhe të jashtme. Mund të na thoni disa fjalë për këto 2 lloje? Po, janë 2 lloje të hemoroideve. Fillimisht klasifikimi mund të bëhet pa ndonjë operatur shtesë, se cili lloj i hemoroideve është. Nga se hemoroidet e jashtme vrihen me inspekcion, me inspekcion ne i vrejmë hemoroidet, dalin të vena. Kurse hemoroidet e brendshme vrihen me një metodë që na në gastroenterologji e quajmë digitur rektale, tushia digitur rektale. Me palpacion. Futet me gesht në vrimin anale edhe palpohet komplet vrima anale, ku palpohen përveç hemoroide, palpohen edhe patologji tjera se përfundimi i zorrës anale ose rektumi edhe anusi janë disa lloje patologjisë ose patologjitë më shumëti që shfaqen në këtë zonë të traktit gastrointestinal ose më mirë me thotë kolonit. Në çfarë moshe zakonisht paraqiten hemoroidet? I prek pothuajse të gjitha moshat e mëdha, po predispozit kanë më shumë moshat mbi 50 vjeç. Kur jemi te gjinit, cilën gjini e prek më shpesh? Te gjinit nuk ka ndonjë studim për ashtu faktit që diskutuam te shtatzania. Shtatzania të femrat dikon për arsye se fetusi në abdomen i ban presion në venave të komplikut dhe
të abdominit poshtë dhe shfaqet si pasojë përveç asaj pesha, fetusit, obeziteti që shkaktohet në shtatzani. Krejt këto janë faktorë risku që e çojnë në shfaqjen e hemoroideve. Cilat janë simptomet kryesore? Ju thatë se këto të jashtme të shihen edhe me sy. A ka simptome të tjera që tregojnë se kemi të bëjmë me hemoroide? A mund ngatrohet me ndonjë smundje tjetër, qoftë me polip apo me diçka tjetër? Po, kjo është bile gjëja kryesore që duhet me pas parasysh. Simptomat janë zakonisht kurrje, bezdisje në vrimin anale, skuqje, irritim mukozës, ndodh të rastet më të avancume, ndodh gjakderje. Dhe me thonë, një gastroenterolog din me dallu me një tushe rektale në nodullin hemoroidal prej patologjive që e diskutuam. Edhe këto është esenca për një diagnostifikim të mirëfillt të nodulleve hemoroidale është protokollare me bë ekzaminimin rektosigmoendoskopi. Çka është rektosigmoendoskopia? Rektosigmoendoskopia është një gëp me kamerë që futet në vrimën anale edhe domethënë fshihet vrima anale dhe shihet patologjia, a është nodul, a është fisura, a është fistulla, a është masë tumorale, se shumë shpesh ndodh në maskull. Për shembull, vijnë pacientët me gjakderë dhe mendojnë se kanë gjakderën për hemoroide. Realisht kur e bëjmë që rektosigmoendoskopi, na del që ka një masë të avancuar në madje edhe në metastaza. Për çfarë arsye? Tumorale, po. Për çfarë arsye? Çdo simptom që lidhet me nodullin hemoroidale është mirë mu konsultu gastroenterologu. Është mirë mu bë rektosigmoendoskopia ose kolonoskopia deri në fund. Përveç kësaj, me rektosigmoendoskopi ose kolonoskopi, na e bëjmë edhe stadin, se hemoroidet mbahen në stadin 1, 2, 3, në stad 4. Kështu që, për çfarë arsye duhet mu bë rektosigmoendoskopia, klasifikohet edhe stadi, e me klasifikimin e stadit na e vendosim edhe formën e trajtimit të hemoroideve. Dhe doktor, sa është e rëndësishme, nga se dihet se çdo smundje nëse diagnostifikohet me kohë, në stadet e hershme, është më lehtë të bëhet edhe trajtimi. Në çfarë stadi zakonisht kërkojnë ndihmën e gastroenterologut, qytetarë që kanë probleme të tilla? Zakonisht në stadet e avancuara. Zakonisht kemi pacientë që lejojnë në stadet e avancuara. Madje ka pacienta që shkojnë edhe trajtohen vetë te farmacisti, marrin kremat të ndryshme, vetë mjekimit, deri ku gjakderë e ka raste edhe pse gjakderë shkojnë te farmacisti, japin medikamente për hemoroide, e kur vjen te gastroenterologu dhe kur bëhet rektosigmoendoskopia ose kolonoskopia, ajo na rezulton se nuk është gjakderë nga hemoroidet, por gjakderë nga masa tumorale ose tumori e patologji tjera. Për çfarë arsye është sakt esenca është që me gjithë shkaktarin e gjakderës, është hemoroid apo është patologji tjetër. Masanej fillohet me trajtim. Stadi 1 dhe 2 trajtohet medikamentas. Na I japim disa medikamente, disminet dhe produktet dhe hisperidines, me krema të ndryshme, edhe nishi stadi 1. Dhe stadi 2 kalojnë shumë mirë. Vetëm me medikamente? Vetëm me medikamente. Për shembull, kur kemi konstipacion e shoqërojmë edhe me laksativ, kurse të stadit 3 e 4, edhe I treti mundet mu trajtu me medikamente, nëse është 3 I avancuar. Të stadi 4, atëherë duhet kirurgjia. Është kirurgji invazive, janë shumëta metodat, është një skleroterapia, është kirurgji radikale, ka shumë format ndryshme të trajtimit kirurgjik. A do të thotë se çdo hemoroide kur kalojnë në stadin 3-4 duhet me patjetër të nënshtrohet intervenimi kirurgjik. Po stadi 4 patjetër duhet të bëhet ndërhyrje kirurgjike ose të zgjidhet njëra nga format e trajtimit kirurgjik. Se ka edhe herë të thamë është me skleroterapi, formacione tjera mini-invazive, janë Doppler laseri, është po ka shumë forma të trajtimit. Doktor, a ndodhë që edhe pas intervenimit ka mundësi që të rishfaqen hemoroide? A ka ratë? Në rast se ju kanoset personi se pacienti në fjalë të njëjtat faktorëve të rrezikut rishfaqen. Forma më e mirë që përdoret më shpesh, teknika më e mirë në botë është aktualisht që zhvillohet, është Melingona Margon, është një formë kirurgjike, edhe kjo eradikon komplet problemin e hemoroideve. Por në rast se pacienti
ka konstipacion vazhdueshëm edhe pas kësaj metode kirurgjike, ose pacienti është obez, atëherë prapë rrit rrezikun për rishfaqjen e noduleve hemoroidale. Trajtimi është i kufizuar në kohë apo mund zgjat pak më shumë? Varësisht nga shkalla, nga grada e hemoroideve, është edhe kozgjatja e terapisë. Është edhe kozgjatja e terapisë edhe pas operimit, varësisht se sa është bërë resekcion i venave të fyra ose indikidor. Këto medikamentet që na i praktikojmë ose i ordinojmë, domethënë ndikojnë direkt në murin e enës gjakut. E tash se sa është hemoroidi, është sa është i dëmtuar muri i enës gjakut. Çaq kohë dush me trajtu derisa të rigjenerohen vaskularizimi i pjesës anale. Doktor, ka raste për shembull kur persona të caktuar trajtohen edhe tek mjek popullor, apo trajtohen sipas beskytnive që i kanë familje, apo ndonjë rast ka pas familje dhe nuk kërkon ndihmën e mia. A mund dëmtoj kjo edhe më shumë gjë me ta keqsoj gjën? Edhe sikur me kanë hemoroide e keqsoj gjën. Nga se e që dhije që çfarë substance ti e praktikon atë me por mbi të gjitha përveç kësaj, esenca qëndron faktin që diagnostifikimi ka shumë rëndësi. Na shumë shpesh hasin e pacienta që mendojmë që ai ose vjen te doktori për nodule hemoroidale na dalin patologji tjera. Tash imagjinoni me shku te një mjek popullor ose ku ta dijon, edhe ai me të trajtu hemoroidin e bavaki atë mundet me kanë një mas të morale që na i jep kohë të trajtu ai, edhe kur të vjen te na asnjë kohë, është në metastaza në plot organe tjera. Sigurisht. Por çfarë arsye kjo nuk rekomandohet. Është e ditur se hemoroidet përshkohen edhe me dhimbje bukur të mëdha. Çka mund bëjnë vetë pacientët derisa të arrijnë tek mjeku që i lehtësojnë këto dhimbje? A mund bëjnë diçka? Nëse po, çka? Po, ka shumë rëndësi higjiena. Për shembull, një vask me nejt me 10-15 minuta në vask, mundesh me qitë edhe letrat të kamomiles, e ndikon pozitive. Në ujë të vaktit. Po, as ujë, as i ngrohtë, as i ftohtë. Kjo është një prej pasërtia dhe më ka rol shumë në edhe në parandalem të hemoroide, po dhe kur shfaqen temperatura e ujit e relakson edhe fijet nervore, edhe ent që janë në pjesën rektale, edhe ndikon në lehtësimin e simptomave. Dhe këta duhet ta bëjnë një herë në ditë apo sa? Mund edhe një herë, 2 herë në ditë, po mund praktikojmë varësisht prej stadit dhe smundjes. Doktor, kemi hyrë minutat e fundit të emisionit dhe zakorisht pjesën e fundit ja kushtojmë preventivës. A ka mundësi apo a ka metoda që mund të bëhet prevenimi i paraqitjes së hemoroideve? Po, te preventiva rol të rëndësishëm luan ushqyerja ose keq ushqyerja. E rekomandojmë për ndëgjuesit tuaj që ushqimi të jetë sa më shumë i pajisur me fibra. Konsumimi i langjave ndikon mirë. Për shembull, te shoferët e rekomandojmë që çdo 3 orë pa uzë 10 deri në 15 minuta të jenë në momentin e shfaqjes simptomave të lajmërohen sa më parë doktorin në mënyrë që të diagnozat vendoset e saktë nëse është hemoroid edhe të nxjihet në stadin e parë 2, pa kaluar në stadët e avancuara. Konsumimi i alkoolit ndikon, sidomos i verës të bardhë, ndikon në shfaqjen e hemoroideve. Pra, shmangja e alkoolit. Po. Ushqimi tjetë dhe njerë për diskutoj sa më i langshëm dhe me i tjetë i pajisur me fibra. A ka ndonjë ushqim që nuk guxojnë ta konsumojnë personat që kanë probleme të tilla? Te hemoroidet, dhe me thonë kontraindikacion përdorimi absolut është ushqimit të skarës, çebaba, këtu në skarë çebaba. Ato dhe me thonë jenë shumë të rrezikshme për pacientët që vujnë nga hemoroidet. Fast food ushqimet me kalori shumë, kretë këtu ndikojnë. E mirë është me fibra edhe të jetë sa më i langshëm. Ushqimet të langshme. Kjo për të gjitha smundjet është, jo vetëm për hemoroide. Po se kjo ndikon njërë, për shembull, një pacient që keq ushqihet, ai ka obezitet, obeziteti çon te hemoroidet. Një pacient që keq ushqihet, domethënë shkakton konstipacion ose kapsullak që jetë një popull. Konstipacioni e ka si efekt ansor edhe hemoroide. Për çfarë arsye? Këtë drejt apo që ju po thoni,
Mirë është shëshmëria, do të thonë i parandalon edhe sëmundje tjera, po edhe hemorroide. Sigurisht dinamika e jetës ka bërë që shumica të ushqejnë në ushqime të tilla, edhe pse tashmë të gjithë dinë se ato nuk janë të shëndetshme, por për shkak të kohës së kufizuar, ndoshta edhe janë detyruar që të marrin ushqime të tilla. Ki të drejtë plotësisht edhe kësaj japi shumë të drejtë, por ti shmangim me aq sa mund, sa më shumë që ka mundësi ti shmangim. Sidomos fast food ushqimit edhe pacientët që kanë probleme hemoroide, skarën duhet më ndalë rrepsisht. Picat, djegsimi, me të nuk preferohen. Mesazhi juaj për dëgjuesit qoftë për ata që kanë probleme të tilla, por edhe për të tjerë. Cili do të ishte? Mesazhi im për pacientët të tillë është se kemë të vërtetë është një patologji e cila shfaqet në një pjesë të organizmit që është pak intime, të heqet i parë mirë, të kërkohet ndihmë mjekësore në momentin e shfaqjes së simptomave të para, mos kemi torp, se torp nuk ka mjekësi. Kjo është mesazh se shumë shpesh hezitojnë pacientët edhe kur vinë me bëhat ekzamimin liquidorektal, hezitojnë të zhvishin, po kjo është mjekësi, dhe mjekësi nuk ka marrë. Pra ju rekomandoj ose ju sugjeroj që në bezdisjen e parë, simptomet e para të shfaqen te doktori, te gastroenterologu, të bëhet diagnostikimi i mirë fill, në mënyrë që mos i kem pasoja me adenokarcinoma që vinë shumë shpesh me plot metastazë të avancuara. Stadë të avancuara të fundis. Sigurisht këtu hyn edhe ajo që të mos bredhin poshtë e lartë te mjek popullor apo vetë mjekimin ta bëjnë. Absolut këtë. Sepse kjo mund ta përkeqësojë gjë. Të dëmshëm për vetë organizmin e tyre. Në rast se vetë trajtohen e diskutova disa herë, mund të trajtu për një patologji që nuk ekziston. Mund mos me pas hemoroide, me pas gjakderi. Edhe ai të minutë që ka hemoroide, trajtohet për gjakderi të hemoroide, varalisht atë mundet me ka një mas, kjo patologji tjera që shkaktohen në atë pjesë të rektumit. Prandaj ekzaminimi liquidorektal, rektosegmentoskopia ose kolonoskopia totale përcaktohet edhe stadi i hemoroide, përcaktohet edhe forma trajtimit, edhe pacienti kalon pa komplikime edhe në forma më mirë, edhe më e dobishme edhe për pacientin, edhe për doktorin, se për ndryshe kur na vjen në një stad të avancuar, neve duhet plot ekzaminime ekstra shtesë dhe në fund nuk i përfitimi sepse smundja ka progreduar aq shumë sa që ka kaluar në patologji tjera, ka prek organe tjera, e kështu më marr vetëm me një nodul hemoroidal për ne është shumë i lehtë, është shumë suksesi i garantuar. Doktor Fejt, nëse nuk keni asgjë për të shtuar, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit Stetoskop dhe ju dëshiroj sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, në dispozicion e ju sa që kam nevojë. Faleminderit shumë. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin e sotëm. Faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më të utje në valët e programit tonë.